Mirë, tani është koha për bisedën e parë, për mysafirin e parë. Kam nderin dhe kënaqësi në studio të kem publicistin, shkrimtarin e njohur dhe themeluesin e qendrës mendimit pozitiv, zotrin Daut Demaku. Mirëmbrëma, mirë se erdhe, i nderuar. Faleminderit për ftesën dhe më lejon në fillim t'jau qoj një përshëndetje shumë të ngratë dhe cilëqirë të gjithë lexuesve, se kam shumë lexues, veç në Facebook kam rri një numër alarmant të ndjekësve, po është shumë e mirë dhe pozitive, po kam obligim dhe tyne që them një herë faleminderes. E kam vrejt edhe gjatë ditëve të kaluara, edhe sot sidomos, kam shiku aktivitetet që i ke në Facebook, gjitha ato postime dhe gjitha i përfundon me dashuri, apo me shumë dashuri Daut Demaku? Po, nuk e di, po unë me të vërtet e kam konceptua se zgjidhja me e mirë, me e bukur, me funksionale, është punosh me dashuri. Është ajo e njohur e Gjibranit, ato 4 pozicionet për me mbri suksesin, duhet me dasht, me dit, me punu dhe me punu me dashuri. Me që e fillu me dashuri dhe pse planifikova ta fillojmë ndryshe këtë bisedë, mirë po letë shkoj spontanisht, ndoshta edhe më mirë. A punojmë me dashni, a i bojmë gjonat cilat na përcaktohen, qofë nga familja, qofë nga rrethi, qofë nga punëdhënësit, a i bojmë me dashuri? Shumë rrallë edhe shumë pak, është një thonje e vjetër popullore, por da sa të popullore nuk për i lexojmë, dhe kur e bë punën me dashuri, kur e bë punën me qef, kesh puna e ti nuk lodhësh. Kër e bë punën me mërzi, kanë puna e ti lodhësh. Kjo është thonje e popull. Një tjetër thonje në gjuhë huaj që për këfyrën e shqipi vjen nëse e bën punën cilën e don, nuk ki me pas nevojë me punu kur, demek nuk lodhësh, nuk konsiderohet si punë. Kjo është e Napoleon Hillit, atë ditë që të punosh punën që e do, nuk ke me punu kur, për arsye se shndrohet puna në kënaqësi. Dhe kur është kënaqësi, atë nuk ka lodhje. Po ka dyfishim të kapacitetit dhe dyfishim të rendimentit, është qështu, pikrisht është. Në rrjetet sociale na bjen me pa shumë shpesh, ka shumë ankesa, shumë, sikur mbizotron një energji negative. A për një me kemi kaq shumë halle, apo na mungon ajo energjia, cilën çdo njeri e ka, dikush e ka më shumë, dikush e ka më pak. Halli është në një pikë. Ajo thonja vjetër e lasht me mija vetë, nuk ka jetë pa vujtje. Na me hyjnë në vujtjen, s'ka njeri gjallë që nuk e përjeton një vujtje të njërat ndryshme të nivelit ndryshme. Dhe vujtja do mos do pastaj e detyron njeriun që të ankohet. E zakonisht ankohen njerëzit që nuk i kryjnë punë si që duhet. Sot në postimin e fundit, postimin më të ri, kam thënë se nuk kemi nevojë të akuzojmë askënd. Qysh e akuzojmë Zotin, fatin pas ka pas qështu, po unë s'kam faj, ky pas ka prindër pas ka pas faj, shoqëria ka faj, biologjia ka faj, Freud e freudistët thonë 7 vjetë e para fëmijës kanë faj, gjithë kanë faj veç unë jo. Prej Franklinit Roosevelt dhe knejt e këtë kokat e Evropës është përsërit e një të gjohë, thonë, kër e kthej filmin mrapa dhe e shoh, kush më ka lëndu, kush më ka keq përdor, kush më ka trahtu, kush më ka bot keqe, fajtorin për gjej këtu. Unë ja kam leju. Prandaj, i pari dhe kryesori në të gjitha të rrjedha është individi vetë, dhe kër e merr përgjegjësinë se unë jam fajtori për to, gjë ndryshoj. Gjithmonë e kalkulojmë, hymë në marrëdhënie me një kalkulim se unë do të fitoj, do të bëj këtë, ja hapim rrugën edhe japim njerit mundësinë me na kesh përdorur. Thuaj që çdo gjë është ashtu siç ne e shohim, nga cili kënd ne i veshtrojmë gjërat. Si do të ishte mënyra më e mirë me fillu një ditë të mbarë, për së mbari, që ndoshta edhe me vazhdu, po ashtu. Për të gjitha këto situata vlen një rregull e artë. Është fenomenale. Për zgjohesh mëngjes, do t'i thush vetës kështu. Sot, çdo gjë është në rregull. Në univers të gjitha planetet lëvizin me saktësi kompjuterike dhe këtë në rregull. Era fryn ashtu siç duhet, shiu bie ashtu siç duhet, dielli nxjerr ashtu siç duhet, dhe sot, gjatë gjithë ditës nuk do të bëhen nervoz.
ose e pakta, brenda 2 orëve tashme, nuk do të bëhem nervoz, nuk do të lejoj asken që të më shkaktoj nervozë, sa ai që të bën nervoz, më i mëshëm se ti. Ka rrit qëllimin e tij. Ai ka rrit qëllimin, prandaj mos e lejo, më më i mëshëm se ti, pse pranë nervoz. Dhe kështu, kur kjo vazhdon një ditë ose në çdo 2 orë, është rregull e artë kjo për gjitha elementet që mund të shtysh e të largosh. Nëse e thu për brenda 2 orëve, mas 2 orëve përsëritet, 2 orë të tjera, 2 orë të tjera, dikur shndrohet në përvojë për arsye se çdo gjë në jetën njerëzore është përsëritje. Nëse e përsëritja o kulturë. Përsëritja krijon kulturën e ushqimit, nëse pi supën pa bë hërp. Me shumë ushtrime, do të jesh në çdo situatë në gjendje shumë të mirë, se për shembull po të bie të jesh në një darkë solemne në musafir, të ranë, e ti tash të stensionohesh do dish ta pish supën ajo, sigurisht se s'kime më të pi. Po kur e ushtron me ditë e ditë, ta pish supën pa hërpom, ajo quhet kultura e ushqimit. Pra, përsëritja krijon kulturën e ushqimit, përsëritja krijon kulturën e mendimit, e krijon kulturën e veshjes, e krijon kulturën e sjelljes, dhe kjo fillimi i ditës do të jetë sot do të kem një ditë suksesshme, nuk do të bëhem nervoz, do të kënaqem. E nëse veç ndodh që shembull sa ke zbrit prej banese të shkallë të hyrja banesës, qysh edhe ndodh tek ne shep bërllog ose një komshi aty me vetur po bjen gro, po t'i gjun krejt. Qysh me te kalu këto edhe qysh me marë fuqi, me marë një farë energjie në atë moment që mos me deviju, mos mu bo nervoz, mos me shaj qysh edhe ndodhë shpesh tek ne i deshtë mos e zdeshtë me pranu. Shumë e letë. Për gjitha situatat në jetën njerëzore vlen një rregull i përgjithshëm. Kur mos u bë pjesë as e idhnimit as e gëzimit. Le të jenë edhe idhnimi dhe gëzimi gjendje që kalojnë. Ti jesh dëshmitar që i sheh se ato po kalojnë pjesë e tyre kur mos u bë. Në këso situatash, nëse më rrini një situatë e këshëntume, pakëndshme, e ndytë, me të qitë për barabari, dije që me diçka me ty nuk kanë rregull. Do të me pranua se një element është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Do më duke si po e themne për herë të parë në emision, nuk e dija kam thonë në emision tjetër. Po jemi bindur se nuk e njohim edhe nuk e dim. Ajo quhet harmonia e ekstremeve. Ligji themelor i jetës njerëzore është harmonia e ekstremeve. Boqa e orës murit, kur shkon të majt deri në fund, patjetër do të kthehet djathtë. Kur je për shembull shumë i gëzuar, patjetër do të kthehesh në udhim. Kur je shumë i dhënë, patjetër do të kthehesh në gëzim. Prandaj mes të ekstremeve, skajore të jetës njerëzore, të ekstremeve, ajo harmonia atyre është arti i jetës, gjemesi. Zoti Demaku, qysh ka mundësi për shembull në kohrat e juja, kur ndoshta shumë kujt i kanë munguar edhe gjërat esenciale, ose po flas edhe për veti, derisa jam rritur nuk kam dëgjuar asnjëherë prej prindve të i thonë nuk ka, jemi keq, jemi në zonë. Edhe ndoshta kanë qenë kohra më të vështira, ndërsa sot kemi shumë ankesa. Krejtësisht e qartë. Qysh e keni menaxhu në atë kohë, këtë situatë? Gjënat janë të bukura, gjënat janë madhështore, sa janë në ambicie. Poetët kanë shumë të drejtë. Sa janë ambicie, edhe gjithë popujt e pazhvilluar mentalisht në rregull, për arsye se presin që nesër do të ndodhë më mirë. Ne kemi pas një qëllim të lartë. Qëllimi i lartë i jonë ka qenë bërja shtetit. Edhe absolutisht nuk na ka interesuar a i kam rrobat e palame, atë pa shkyme, palame, po. Na ka interesuar të mos të jenë pastra, por jo të shkyme, jo të vjetra, jo këte. Mungesat thjesht nuk e kemi pa. Edhe kemi qitë një lloj ure mes asaj ku jemi, mes asaj që do të arrijmë, edhe rruga prej asaj ku jemi atje po do të arrijmë ka qenë për ne e papërfillshme edhe e papenguar për këtyre pengesave. Sot, kur kemi me 100 herë më shumë se që kemi pas, kur kemi kushte, ushqime, veshmbathje, infrastrukturë rrugore, kushte, do të thonë nuk krahasohet gjendja, thjesht nuk krahasohet. Çka po na mungon? Jo, këtu tash mungon shumë.
Sepse dëshirat e plotëson sot një, nuk të lindin nesër 2 dëshira, po të lindin 12. I plotëson të 12-at, nuk lindin 24, po 240. Dhe shkon progresivja në dëshira shkon të uzënu pa fund. Dhe mungesa e mundësis për një harmoni me zgjendjes reale që ki, mes mundësive reale që ki, edhe dëshirave, kjo shkakton një turbulencë të jashtëzakonshme dhe njerëzit janë gjithmonë pa kënaqur. Kur s'ka pas shtëpia më shumë, kur s'ka pas banor më pak, kur s'ka pas libra më shumë, kur s'ka pas lexues më pak. Televizione kur s'ka pas ka shumë në Kosovë. Kur? Sa ka dëgjues, e shikues. Sa ka universitete. Pa numër të jenë bon. Ku ki kvalitet. Prandaj, në të gjitha kemi shkuar në një hap të jashtëzakonshëm krahasim me gjendjen e përparshme, po në cilësi nuk jemi bashkëkun, mos them edhe kemi degraduar. Apo na mungon ndonjëherë ndoshta edhe kulturë e komunikimit, nëse unë edhe ti debatojmë moment kur nuk kam fakte ose argumente, kalon në ofendim, fyrje, devion muhabeti. Kjo teme e madhe. Teme. Kjo është teme e madhe. Okej, veç du me të... Jo, urda. Mos me të ngushtu, pra. Jo, mund të shkojmë këtu se kultura e dëgjimit është mrekulli mbi gjitha mrekulli. Të na zakonisht për këtë ndeja të bojnë thënë kuvendin e prishin 2 vetë. Ai që di e nuk flet, Edhe ai që s'di. edhe ai që di e s'let. S'është ti që vërtet. Kuvendin e prish ai që s'di të dëgjoj. Ne kulturën e dëgjimit e kemi katastrofale, as vetë nuk e dëgjojmë ka flasim. Edhe kur ulen njerëz në vishën për kafene, më shumë është zhurmë, edhe është luftë, se është intelekt. Biseda intelekt, diku shkolla e kuptueshmërisë shkon 5%. Derisa unë e flas, ti përpiqesh të kundërshtosh, ajo është luftë. Dëgjimi emocional shkon deri në 35%, kur dikush qeshet, dikush qon, emocional. Atë shkon lart. Po dëgjimi me besim, po njëri ti beson, edhe e ndëgjon me krejtësinin, atë shkallë të ndëgjimit Kosovë nuk e ke. Edhe vështirë që të ta kesh ti. Këto shkallë 2 është parat, edhe ndëgjimi intelektual, edhe ndëgjimi emocional, po. Këto i ke përgjithshme. Po, problemi është egoja, problemi është ajo dëshira jone jashtëzakonshme me tregu kush jam unë. Une, gjithmonë vetëm. Unë, bile njëri prej kolegëve një ditë tha jam smutë, dhe o po du me dek. Thash zot shqyqyr që to nuk mund të lavdrohesh, po vdes i pari në Kosovë. Se për gjithë në tjerat ke thonë, unë i pari në Kosovë, unë i pari, thash kanë të dekar para teje, këtu s'mund të lavdrohesh. E kemi publikuar një fotografi në Instagram në studio të ndëruarin Daud Demaku dhe kanë arritur pyetjet të shumta. Një ndër shikuesit që shkruan ka qenë, në fakt është Gimi, thot cili ka qenë momenti më i bukur në jetën tuaj. Besoj që ke shumë momente të bukura. Nuk është son të emisioni. Po. Nuk është son të emisioni për ato individualit, për shkojmë në temë tjera, sepse ka marrë pak fresk. Okej, edhe nëse ndoheni nga jeta mendimet tuaja pozitive do të jetojnë gjithmonë të anekdotat. Ky është burimi më i fuqishëm i energjisë që mu më jep jetë edhe më bën të jem në këtë moshë të jem vitale të jem shmaktiv. Vetë fakti se edhe më shkeli autobusin nesër, ato do të umbollën në Kosovë, kam pas një dëshirë të jashtëzakonshme, veç Zoti e disa ka pas dëshirë, që mendimi pozitiv për hapët këtë vend, 17 vjetë po bohën që kam shëndru në mision. Po. Absolut, së më ka interesu me vetje. është bashku dikush në këtë mision? Shumë. Shkolla në thuhet se nëse kjo mënyrët mendorit akseptohet prej 2%-ve popullat, ajo mënyrë ka pas sukses. Shikuesi mas librave të mendimi pozitiv që janë shqit, kjo shkollë nuk ka shku në 2%, po ka shku sigurisht diku 8%. Tash ka nisë për mrekullit e depërtaj në Shqipëri, e Shqipëria ka makinerin logjike, shqiptarë e Shqipëri se dini, ata kur të hynë dhe të marrën këtë mënyrë, ata shkojnë shumë lartë. Prandaj, jam jashtëzakonisht i kënaqur që si mision, si një lloj detyre që kam pasur veti, është kry, por nuk e kam bë vetëm. Ka pas shumë, gjithmonë e përdore fjalën e Isaac Newtonit për
i thënë shokët, po sheh largë, je largë pamës. Dhe i falenderoj ata që më ka mojtë në krah, mbi supët e tyne e më ngritë, e kom pa ma largë. Prandaj, janë shumë shokët mi, shumë njerëz dashur, shumë njerëz mirë që ata njerëz që ka më të mirë që këtë Kosovë që me të vërtet kanë bërë shumë. E janë pa emën, e jemi pa drejtën ndaj tyre se unë e kam marrë meritet. Zoti Dimaku, shpesh ankohemi, dim ndonjëherë të jemi edhe të neveritshëm, mos përfillës, kemi zëra ndoshta brenda vetes që na thonë ti nuk mundesh me bë këtë gjë, ti nuk ke kapacitet për me realizu një qëllim. A është kjo, a na mungon vetbesimi, siguria, çka duhet ndërmarrim për këto, me bind veten që ne mundemi? Po të kishim pas mundësi një orë emision ta përpunojmë veç këtë temë. Se kjo është pasoj e robrisë shpirtërore. Nuk po them kur gjë më shumë për te, po të them veç në rastin e Edisonit, atë asaj koke botërore që ka zbulu poqen elektrike, Thomas Edisoni. Edisoni ka pas në babën pianic, alkoholist, bigjozgji, edhe si nxënës në shkollë fillore, ka qeni detyruar punoj me mbajt nonën. A nonën e ka pas të jashtëzakonshme. Edhe nona ka pa vujtjet e fëmijës vetë që për lënë shkollën, të punu për arsye se Amerika e pa shpirt, s'punove vdes për bukë. Edhe Edisoni e përjashtoi për shkolla. Ja shkruajnë sikur kjo letra këtu, vendimi në shkolla pse po përjashtohet. Nxënës me tmeta, i paaft, i nuk i kryen detyrat, nuk kështu gjithë të këqijat, edhe propozimin në fund, të ketë një fëmijë të me qunë në kurse plotësuese për më u ngritë në nivel të nxënësit që përballon njësinë mësimore. Edhe normalisht Edisoni s'ka ditë me lexu, nona vetë ja lexon. Vjen përjashtohet për shkollë Edisoni kështu. Pse? Sepse ky fëmijë është jashtëzakonisht inteligjent. Nuk ka shkolla programe mësimore për nivelin e tij. Pra do ta çoni në kurse private, shkolla private që zhvillohet mirë pavore sepse shkolla nuk i ofron mundësi për kapacitetin e tij. Edhe Edisoni do të pendëgjën, ona dhe merrem me mend, njeriu më i madh i shkencës botërore që si ka as 6 vjet shkollë. Prandaj, elementi i motivimit është një në prepozitave më të rëndësishme në jetën njerëzore, për arsye se krejt universitetet, krejt shkollat të ofrojnë njësinë mësimore, po nuk të ofrojnë vullnetin, nuk të ofrojnë fuqinë krijuese, nuk të ofrojnë frymëzimin me. Dhe tash e keni element të jashtëzakonshëm që 80% të biznesmenëve, miliarderëve amerikanë janë pa shkollë. Janë me vijën e vetë arsimimit. Po kanë pos një mik, një nonë të meqme, një prind të meqëm, një mik të dashtën që e kanë motivuar me të. Në nivelin e motivimit jemi jashtëzakonisht keq për arsye se ka sillmi, prindet ja bojnë fëmijës, ti je budall, ti s'din, ti s'munësh, ti s'arrin. Edhe çfarë do të ndodh me fëmijën? E kur jemi te fëmiria kemi shumë raste kur prindi i thot fëmijës, shikoj djali filanit. Gjithmonë do të më qenë kopje dikujt. Kjo është të mërshme. Ai po mëson, ai po din. Ndikon edhe kjo. Kjo është të mërshme se është punë e xhelozisë. Një gjë që është mirë ta analizojmë. Sa herë të hysh në konkurrencë me të tjerët, e ki të sigurt dështimin. Dikush gjithmonë është jam më i mëshëm se ti, jam më i bukur se ti, jam më i pasur se ti, jam më i ri se ti. Gjithmonë dikush është në diçka para teje. Nuk ka njëri rruzull toksor që ka të gjitha në nivel barabar. Po kur të hysh në konkurrencë me vetveten, dhe këtu do të kisha dashur që prindet ta akceptojnë këtë porosi, që me shumë dashuri kisha pas dëshirë të përcjellë të secili, ti thonë fëmijës të hysh në konkurrencë me vetveten. Atëherë i fitum gjithë. Ç'është konkurrenca me vetveten? Dje i kam bërë detyrat kështu. Sot do t'ja kaloj vetvetes, t'i bëj detyrat më mirë. Dje kam bën emision, sot do ta bëj emisionin më të mirë. Me hyrë konkurrencë me vetveten, gjithmonë një avantazh. Gjithmonë je i përparuar dhe ky përparim pastaj shndrohet në motivim tonin. Se keni dëshmi që ke bën diçka me të vërtet e ke të kaluar mundësitë tua. Edhe keni provë. Kur e ke provën, mbështetesh atë, edhe ke frymëzimin bën si mundesh nesër me vazhdu edhe shumë më shumë. Prandaj te fëmijët
jo me shti në konkurencë me të tjerët, sepse dikush e fëmijë njëri më të pasur që i shet men me të, dikush e një fëmijë një profesori që i punon me të, dikush e fëmijë një nanët, nana ka rëndësi të jashtë zakonshme në edukimin e fëmijës. Nana është jashtë zakonisht burim energji i madh, s'ka kushtik, po Rubensi sa këtë të gratë Rubensit të pikturat më të mira në botë i ka me nanën të i dha fëmijë, të i dha gji fëmijës. Janë, do me thonë, pikturat më të mira në botë. Nana është burim i energjisë pozitive për gjithçka. Dhe konkurenca me të tjerët ka me sjellë vesh. Konkurenca me të vetën ka më Hajde, vis. Ka herë dhe ti, ka në dole me këtë mjekër. Ma vete dhe të s'ka më koncentrej shumë dhe deshta në që shqysh me kysë. Zoti Demaku, keni deklaruar më parë se nuk ka asgjë më të keqe se sa kur njeriu nuk e përdor dijen e tij. Po, dija që s'përdoret e nuk ekziston. Goethe e ka thonë, mendja fuqishme që i bën përpjekje për zbatimin praktik të dijes teorike është mendja më e mirë në botë. Nëse dija nuk zbatohet, ajo nisoj si pëlqen me sjell rrotën e makinës në ajër, e të jepi gaz sa dusha e mes nuk ec. Duhet për tokën se do të bim për tokën dhe të bëhemi realisht, i pranojmë të vërtetat çashtu siç janë. Major që kolegun me thonë. Jo, po të... Më ka koncentru dhe veç edhe u futa, më vjen keq që s'kam qenë pjesë e faqes tonë, pas ka shumë klikime, pas ka shumë lajka, pas ka shumë komente, edhe diçka që më të rrejë vëmendje. Vdekja trem vetëm ata që besojnë që janë vetëm trup. Shumë e thellë si tema dhe kjo. Tim është zakonshme për arsye se na kemi të merri i jetës njerëzore që atë elementin e vujtjes që vetëm fillim me vetin. Dhe me thonë, me i shkatërru të gjitha premisat e lumturisë njerëzore është mendimi për vdekjen. Kryen pasurie, kryen libra, kryen fama, kryen kredet, kur t'i shkon mendja te vdekja pa kur gjë smrinë dhe kur gjë s'e bë. Vdekja është vetëm një ndryshim i gjendjes. Çdo fillim e ka një fund, po secili fund e ka një fillim të ri. As se dim na, as se dim kërkush për arsye se janë sekretet e jetës që janë pa zbuluar për njerin, nuk do zbulohen kurrë, me që kapacitet të dijes tonë nuk mund t'i zbërthejmë, po vdekja është momenti më i bukur. Njëri prej mësuesve më të mëdhenj në botë, Sokrati ka shpjeguar para nxënësave, e keni atë librin 20 Sokrati do të themoj mas 25 shekujve, i vetmi mësues në botë që para nxënësave e ka demonstruar qysh vdes njeriu. Ju ka thonë nxënësave, rrini heshtje, pyetje s'du, unë tash e pi helmin, ka me spjeguar para jush qysh vdiset, dhe kjo ka me ndodhur vetëm një herë histori njerëzimit. As para meje, as pas meje, mono do të ketë profesor që mësuesi do ta shpjegoj vdekjen. Dhe ka fillu prej kur e ka pi helmin, ushtrin shprat. Njëri për nxënësa sa përmbajtje, thotë ti s'po friguosh. Thotë jo, pse u frigu? Nëse ka diçka maton vdekjes, ja kom bo shërbimin me shku në vendin më të mirë. Nëse s'ka kur gjë, një ditë do të di se për krysët. E atash kur spjegon e pin helmin, shtrinjë shprata dhe të tregon qysh po i reagon helmin në organizëm, dhimbje të jashtëzakonshme, po ndomi është trup. Thot mua nuk më ka prek, trupit tem po. Kam pëftofën, po ka fillu vdekja, dhe kur vije në fund, dhe tash më dëgjoni me kujdes. Ka fillu të më trashët gjuha, nuk mund të flas, po nëse mund të artikuloj fjalët, po duhet t'ju them një diçka. Jam në jetë, po hapet një dritë e jashtëzakonshme. Një dritë e mrekullueshme që jam shumë i lumtur që ju se shihni. Edhe në besha pak, se po ta shihni ju të tërën ç'sh është, atë kam ndroçi të gjithë do bëni vetrasi. Pra s'ka nevojë kush të frigohet për saj sepse është një proces aq i natyrshëm, aq i bukur, takohesh me hinoren. Me zotin ki mu taku, pa ka që fatë mirë se me nejtë me ju. Zoti Demok, Visari përmendi faqen, postimet, fjalët e urta, anekdotet, gjitha këto që i publikon. E dim që unë kuptoj edhe përmes radios kur kemi tema, sidomos për dashnin, për jetën, ka njerëz që në atë kuptimin vujnë, ka nevojë për një këshill, për një mendim, jo veç prej ne, por edhe prej dëgjuesve njëri me tjetrin. A keni raste tilla kur ju shkruajnë, kërkojnë komentin tuaj, këshillën tuaj për problemet cilat i kanë?
shumë, 50, 60, 70 letra. A mund të ktheni përgjigje? Nuk bin gjumë pa i përgjigje gjithë lexuesve. Ndodhë që për një fjalë goje tonën, sonte, mund të ndodhë një vetvrasje. Edhe kjo ideja se mund të ndodhë një vetvrasje, nëse unë mungoj nuk i përgjigjem një lexuesi, unë nuk më letë qetë, ka net që deri në ora 2 të natës i përgjigjem të gjithëve. Është shumë e arsyeshme, shumë normale, gjithë kemi nevojë për një këshill, nuk ka njëri në botë që nuk e ka një lloj vujtje, dhe me të njëjtën mendje që krijohet problemi, me atë mendje nuk zgjidhet, e do një ndihmë të jashtme, sepse dikush e sheh nga kondi tjetër. Unë për shembull për shoh mjekrën tonë pikseone, po atë tjetri mrapateje nuk e sheh. Dhe ai mrapateje mund të jetë një ndihmëse jashtëzakonshme që ta kthjellë një situatë. Me pas për shembull mundësi me i thonë disa prej shembujve që normal anonim. Po kur të shish njeriu që ka ecë, njeriu që kam gjetë shkumën kaq, kur kam shkuar, syt kaq, po ti bo vetvrasi dhe kam rrit një shkollë të arsimit, është ndru në një biznismen të jashtëzakonshëm, po kjo është s'ka në botë kënaqësi, s'ka problem atë më në botë. Munges tuen, a kishi mujt se cilin familje me lujt rolin e një njeriu me mendim pozitiv, edhe nëse nuk jemi pozitiv mjaft, se jo gjithmonë jemi pozitiv, po të paktën ato momente mu mundu me reagu me pozitivitet. Mungu ta pak, s'lesh me përfëndu fjalin, po merë maja gjumë. Se cili njeri ka mundësi të ndihmoj, po është një burim kryesor në familje, që ne shoqëria shqiptare nuk e kemi respektu, sidomos në Kosovë, është nona, dhe nonat kanë mundësi sepse femrat janë emocion, janë rreth. Instikti i nonës është jashtëzakonshëm dhe krejt streset e familjes të nona grumbullohen, kur niset burri për punë, kur niset fëmia për shkollë, kur niset nga tjetri për diçka tjetër, gjitha dridhit aty. Po të respektohet nona, ajo ka mundësi të jep udhëzimet më të mira secilit. Sepse ajo vetën e shndron në një tepi me shkel të gjithë në për ta që prej saj me bijet. Në një shtyllë që duron shumë. E jashtëzakonshme, e pakundshoshe. Të gjitha këta, më në fund edhe Beogradi, më thonë luftën Kosovë, fitoj nona shqiptare dhe shkojnë të tjerë. Dhe unë i shkojnë gjitha këto manifestimet përkujtimore kam qef, se janë manifestimet kundër harrimit, por nuk e posh një manifestim për heroinin kryesore. Kush i rriti më ta fëmijë, kush i edukoj ta fëmijë, kush i përgatitje ta fëmijë, në bazamentin e tyne është nona. Prandaj, secilin qofse do të di ta respektoj nonën dhe familjen për mbrëmje, do të gjej burimet e frymëzimit për jetën e përditshme. Zotri Demoku, një temë tjetër që disa dhe besojnë, disa dhe nuk e besojnë. Bestytnit në vendin tonë, edhe në përgjithësi. Temë shumë e gjanë, temë shumë e madhe. Nëse kemi pak kohë, po mundohemi... Është e lidhur me energjinë. Njerëzit që i ka ra energjie, që janë thyje, që ka shku diçka keq, janë të më të dobët, më të ndishë, më emocional, janë kategoritë ndryshme të njerëzve, dhe disa për tyri i besojnë. Qasaj që i beson, ajo ka me ndodhë. Ju e ke po një jetë praktike, dikush motë sa zezë me kalu rrugën, e thënë rrugën e nuk bja t'i pari. Po e ke po të njëtë në kohë dhe njerëzit tjerë që e shkelin me motëse, me krejta dhe gjithë që ndodhë. Pra ne varet këto librat e vjetra të mirat, librat e vjetra fetare kanë thonë, janë të vërteta, po më ju besu, mos ju besoni. Në qofë ju besoni në shkallën që ti jep energji, qështë të funksionaj. Në qofë ti beson 100%, e 100% do të besoni. Në qofë nuk i beson, sepse një gjonë do të themi se zguzojmë, se jemi njerëz të rritën dhe kemi përgjithësi. Dikun 90% jeta njerëzore përbën nga padukshme. E dukshme shumë pak. Dhe dukshme është aqe e trash, aqe pa lidhje se s'ta mërmenja. E padukshme është ajo që e ndërton jetën njerëzore, prandaj ka në brenda kësaj padukshmes
Sharlatanët, profiterët kanë krijuar gjithçka mundësi me falle me pollavra tjera. Ku jemi te kjo që sapo e thot përshëndetje për Dautin dhe respekt, desha të pyes, çfarë faji kemi ne qytetarë që politikanë shkojnë mbrapsh me respekt Faik Zogaj? Faik Zogaj, keni qytetarë që keni votu. Përgjigje e shkurtë. Ishte Vlora, edhe thot janë kushtet ekonomike cilat po na shkatrojnë jetën. Jo. Çfarë duhet të bërni? Jo, kushtet ekonomike gjithmonë kanë ndikim. Unë jem kundërshtim plot me Morrisin këtu. Morrisi ka thonë bazë ekonomike përcakton vetdijen. Jo. Në pallat mbretëror ti jesh, ku janë të gjitha lukset, e të gjitha komoditetet, kur të grinë nervoza për mrena, kur ke dalë për barabare, për harmonie, dhe jenë nervoza, të grinë nervoza për mrena, ti jemi disfjerë. Prandaj nuk qëndrojnë, po arti i jetës njerëzore është barabare. Prej Platonit është thonë se mund t'jetësh me buke djatë, edhe bullëfush të bohësh, po më varët çfarë drejtë të trazën barkun. Që e drejtë të trazën barkun, jeta krija trashësia, ja thotësinë. Se me buke djatë mund t'jetësh edhe shumë mirë, e që të kushti i kokës. Edhe ma herët folëm për energjinë, mungesa e energjisë sikur e bën njeriu më dop, më të lëndueshëm, ose nëse mund të themi edhe qyqar. Si të veprojmë këtu? Qëto është problemi se nuk i njohim motivimin. Këtë tregimin e edicionit për shtetash. Kur ta njefsh motivimin, me një fjalë goje, njeriu mund ta nxjisë, ta frymëzosh, t'ia shtosh vullnetin dhe ai bëhet fuqi e jashtëzakonshme. Me ushtrime fizike, trupin tënë e kalit. Me ushtrime intelektuale të lexuar të studiu, i bën rrudhat e trurit i bën zhilet. Po të dyja këtu, edhe jeta fizike, edhe jeta intelektuale varet nga jeta morale. Jeta morale është vullneti. Ku është vullneti? Ku rrin? Në cilin vend është? Ç'është vullneti? Sa jep zemra mendje, sa mendje zemrës. Motivimi është karburant. Qofse unë të them ty, sikur Majlinda Kelmendi, pse të mos jesh? Kur secili i ri e secila e re, po ti mësoj hapat edhe rrugën e një orientimi, qoftë aktor, qoftë sportist, qoftë shkencëtar, qoftë krijues, secili ka mundësi të bëhet. Gjithë ato potenciale janë në njeriu, vetëm varet mësuesi i motivimit a ekziston ajo. Kur të ekziston mësuesi i motivimit, loja në sport fitohet para se me hin lojë. Kur të motivon trajner i mirë. Prandaj fitoria në provim bëhet provimi i jepet para se të provim, se është përgatitja shpirtërore që jep vullnet, energji. Në energji nuk e njoh. Për hir të shikuesve, bisa më fal, thot sart ju shoh zoti Demako, më bëni të ndjehem mirë me fjalët e tua magjike, me respekt Muhameti nga Gjermania. Muhameti ty falënderës, edhe të takofshim. Edhe mesazhi tjetër, përshëndetje nga vendlindja. Okej, këto personalet e thatë ma herët, ndoshta në ndonjë emision tjetër të ndonjë lloj dokumentari, si që kam pas kënaqësinë me pa javë apo muaj më parë. Cili është mesazhi juaj për ne të rinjët e dashuruar me apo pa dashje? Dashuruar. Të rinjët e dashuruar ta kenë me dije se kanë në dorë mundësinë e ndërtimit të jetës në mënyrën më të mirë të mundshme. Por dhe t'jenë të vërtet, nuk dhe t'jenë fals, nuk dhe t'jenë mashtrues, nuk dhe t'jenë njerëz që përpiqen shiten për atë që s'janë, po t'jenë ata që janë. Edhe t'jenë të vërtet, edhe njerin e vërtet e do dhe pranon gjithkush. Zotë Demako, për fund, një mesazh për gjithë shikuesit, lutem, edhe çka ju propozon të lexojnë rreth mendimit pozitiv, mirë që të mushemi me energji pozitive për cilën kemi nevojë ndoshta më shumë se asnjëherë më parë. Botuesit Kosovë po profilizohen mirë, janë botu libra të mrekullueshme, sidomos një botues i ri Pema, dhe unë jam shumë i lumtur që oferta e mendimit të mirë, e motivimit, e mundësive të veprimit për secilin individ, është aq konkrete dhe aq e pastër sa nuk ka më nevojë të themi askujt asgjë. Më varet për secilit me kalu rrugën e jetës. Qysh do? A do ta kalosh me vujtje
me vaj, me ankesa, me dështime, me fatkeqësi, edhe ta kalosh me hare, me gëzim, me suksese, me të mira. Varet për te. Zgjidh pozicionin për arsye se mundësit i ki të gjitha. Liria krijuese e njerit të prej shëntije deri në mrekulli, ose që thot literatura, prej kriminalit deri te Hitleri. Prej Hitleri deri te profeti. Mundësia e zgjedhjes tonë është zgjedhje, unë kisha propozuar që ta zgjedhin variantën e mirë, ta shndrojnë jetën në lojë, mos ta marrin tepër seriozisht, se serioziteti tepër është pak si smundje, po ta marrin lojë dhe ta plotësojnë, ta jetojnë momentin për çdo moment të kënaqshëm. Me çdo frymëorje, me çdo fjalë, me çdo përshëndetje, me çdo lindje dillet. Ndoshta të kemi besim më shumë në veten, që mund t'ja arrijmë. Patjetër, pse të mos keni? Çka ka qenë ai shtani më shumë çka ka pasur se ti? Autist ndoshta. Ka pasur po lloj smundje. Faleminderit shumë që gjetet kohë t'jeni me ne dhe me shikuesit. Faleminderit për ju, edhe një përshëndetje shikuesve dhe natën e mirë. Kënaqem shumë. Na sollet energji pozitive për cilën kemi nevojë shumë. Pak i prekëm temat, pak për shpejt për çka kemi po. Do shta në një emision tjetër, pak më gjatë. Faleminderit shumë. Miqtu, përfundojmë edhe bisedën me publicistin, shkrimtarin tonë të njohur dhe themeluesin e qendrës së mendimit pozitiv zotin Daud Demaku. Apo vazhdojmë me hitin para se të kalojmë te biseda. Po shkojmë me hitin e ditës edhe të qetësohemi pa pri. Ma të qetë se di qysh. Jemi shumë. Shkoj koha. Iku koha, kemi po shumë ave. Blero, a thu. Ikë me Blero.